Edhe gjatë kësaj vere, qendra rinore Atelje pranë Bashkisë së Shkodrës pritet të jetë një nga hapësirat më të frekuentuara nga të rinjtë e qytetit, duke ofruar aktivitete edukative krijuese dhe argëtuese që synojnë aktivizimin e tyre gjatë muajve të pushimeve. Në fokus të agjendës së qendrës është shkolla verore EduLaps 2026, e cila pritet të nisë në fillim të muajit korrik dhe do të ofrojë disa kurse që eksplorojnë fusha të ndryshme interesi për të rinjt. Kemi sjell pikërisht 4 kurse të cilat kanë qenë faktikisht të kërkuara më së shumti nga vetë të rinjt. Do të fillojmë shumë shpejt në muajin korrik me kursin e parë që përfshin pjesën e content creation dhe inteligjencë artificiale, duke parë dhe algoritmin me të cilin po ecin rrjetet sociale dhe çfarë interesi kanë të rinjt. Vetë të rinjtë e Shkodrës i vlerësojnë organizime të tilla si një mundësi të mirë për të shfrytzuar kohën e lirë gjatë verës në mënyrë të dobishme. Kjo qendër është një qendër që unë e frekuentoj dhe më duket si një mundësi shumë e mirë që të rinjt mu aktivizu në aktivitete të ndryshme, në mënyrë që me u njoftë me njerëz tjerë, për me bë njoftje të reja, edhe mu një si pjesë aktive e komunitetit. Mu më pëlqejnë më shumë veprimtaritë artistike. Përveç zhvillimit të aftësive profesionale dhe krijuese, veprimtari të tilla gjatë sezonit veror për të rinjt vlerësohen edhe si nxitje e bashkëpunimit, kreativitetit dhe angazhimit qytetar mes të rinjve, duke u kthyer në një mundësi të mirë për ide dhe iniciativa të reja.